Një negativ i harruar në një sirtar mund të mbajë një pjesë të historisë së Shqipërisë. Me këtë mesazh, Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubi ka nisur thirrjen publike "Shpëto arkivën tënde", një nismë që synon identifikimin, ruajtjen dhe pasurimin e koleksioneve fotografike shqiptare. Institucioni u bën apel qytetarëve, familjeve dhe trashëgimtarëve të fotografëve shqiptar që zotërojnë materiale fotografike me vlerë historike, artistike apo dokumentare, t'i vënë ato në dispozicion për t'u vlerësuar nga specialistët e muzeut. Pjesë cilëve janë një fjala ose negativ në xham, ose fotografi të printuara nga studiot e njohura të fotografisë shqiptare, e thirrje e cila i drejtohet pikërisht grumbullimit apo verifikimit të këtyre koleksion fotografik me shpresën që ato të mos humbin, por që të konservohen në mënyrën profesionale të duhur. Çdo material i propozuar do t'i nënshtrohet një procesi profesional vlerësimi nga specialistët e Muzeut Marubi, duke u analizuar autenticiteti, prejardhja, rëndësia historike dhe gjendja fizike e tij. Do thoya që në mënyrë të menjëhershme ato bëhen pjesë e regjistrimit në databazën kombëtare, kështu njësohen në mënyrë të në momentin që muzeu kryen procedurat e aprovimit. Kjo do të thotë që automatikisht pastaj ato koleksioni nënshtrohen procedurave të regjistrimit në databazën kombëtare. Pra, konsiderohen si pasuni kombëtare dhe tjetërsimi i tyre është i pamundur. Përfaqësuesit e muzeut bëjnë apel që qytetarët të mos ndërhyjnë në pastrimin apo restaurimin e materialeve përpara konsultimit me specialistët, pasi çdo gjurmë fizike mund të jetë e rëndësishme për dokumentimin dhe vlerësimin e tyre.